Kapiteni kombëtares shqiptare Berat Gjimshiti ka folur pas fitores historike të Shqipërisë në transfer ndaj Serbisë, duke ndarë emocionet e mëdha që ka përjetuar si në aspektin personal, ashtu edhe në atë profesional, në prononcimin e tij dhënë për Digitalb, mbrojtësi kuqezi zbuloi se bashkëshortja e tij me origjinë serbe ishte personi i parë që e uroi pas ndeshjes. Emocionet para ndeshjes kanë qenë të shumta, kam përjetuar shumë në karrierën time, kam mësuar si ta përballoj presionin. Kjo ishte një ndeshje ndryshe sepse shtëpia e gjyshërve të mi është shumë afër nga këtu. Edhe tani nuk e kemi realizuar plotësisht këtë ëndër, emocionet janë ende të freskëta. Nga e gjithë bota na kam ndjekur dhe e dim që i kemi bërë të gjithë shqiptarët krenar. E njoha jetin që po ishte 15 vjeç, kemi luajtur bashkë edhe te Zvicra, vendosëm të dy të përfaqësojmë Shqipërinë dhe që prej asaj kohe kanë kaluar mbi 10 vite. Ky është një grup me shumë cilësi, por mbi të gjitha me karakter. Të gjithë luftuam në fushë dhe dha maksimumin, kjo është një arritje e madhe për ne. Përsa i përket mesazheve të shumta që ka marrë pas ndeshjes, kapiteni theksoi, urimi i parë ishte nga bashkëshortja dhe familja, ka marrë shumë mesazhe, ende nuk i kam hapur të gjitha, më të rëndësishmet janë ato nga familja, prindërit dhe gruaja. Në fund, Gjimshiti komentoi edhe përballjen personale me Dušan Vlahović, sulmuesin e Juventusit. Kam luajtur shumë herë kundër Vlahović, besoi mbi 10 ndeshje, po kalon një periudhë të vështirë, por mbetet sulmues me cilësi. Në pjesën e parë pati një rast të madh, por ja dolëm, ta mbaj mirë.